Faza e parë e punimeve për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës pritet të përfundojë muajin tjetër. Aktualisht në këtë lot të parë që është i shtrirë në 6 kilometra, nga Casa Italia deri tek mbikalimi i Rinasit, po kryhet asfaltimi. Brenda javës së parë të muajit maj, ky segment në të cilën është punuar për zgjerimin e tij, do jetë totalisht i hapur për qytetarët, duke krijuar kështu një shfryrje të trafikut në kuadër edhe të turizmit dhe sezonit turistik që ne fillojmë. Gjatë inspektimit të punimeve, ministri shpjegoi se hapja e qarkullimit për segmentin mori më shumë se dhjetori, kur ishte njoftuar se do të mbylleshin punimet. Patjetër kemi patur operacion të vështirë në gjatë zbatimit të tij, sepse ne jemi përpjekur që mos të pengojmë qarkullimin e lirë të mjeteve. Dëshira jonë ka qenë që ta kishim përfunduar brenda muajit dhjetor të vepër, dhe në fakt deri në pjesë punimet kishin nesër në ritme shumë mira, por fatkeqësisht ne jemi gjendur në këtë dimër, në një dimër shumë të lagësht. Në kontratë ne vazhdojmë të jemi brenda kushteve të kontratës, pra ne kemi brenda muajit korrik dorëzimin e këtij aksi. 6 kilometrat e parë të autostradës Tiranë-Durrës do të jenë me 3 korsi për qarkullimin e mjeteve, plus 1 korsi për emergjencën. Me përfundimin e kësaj faze, do të nisë puna edhe për zgjerimin e loteve të tjera të autostradës. A mi përshëndetje.